Mirë mbrëma të gjithëve. Mirë mbrëma të gjithëve. Pra si që kemi njoftuar, sonte do ndalemi dhe do flasim për familjen, pse ndodhin përçarjet në familje. Dhe këtu do ndalem tek pjesa energjitike, gjithashtu tek pjesa spirituale. Ruti mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Naqa mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Limosa mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Gana mirë mbrëma drit, mirë se erdhe. Mukadez mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Pra, si që thash edhe më parë, sonte do ndalemi tek tema e familjes. Pra, pse ndodh kjo përçarja nëpër familje, si ndikon në nivelin spiritual dhe në nivelin energjetik. Kejsi mirë mbrëma. Pra, e kemi dëgjuar shpesh këtë termin që familjet nuk janë masi më para. Familjet nuk e duan më njëra tjetrën si më përpara. Familja nuk është më si përpara. Pse? Sepse e kemi harru këtë konceptin që dikur familja është mbajtur më shumë nga frika. Dhe frika është burgu më i tmerrshëm që ne mund t'ja bojmë vetes. Dhe sot dua që këtë ta shikojmë jo vetëm si një problem njerëzor, por si problem energjetik dhe si problem shpirtëror. Pra i prek të gjitha nivelet, nuk është se preket vetëm një nivel dhe në bazë të atij niveli ne të përjetojmë apo të themi një konkluzion. Familja zakonisht është pjesa ku ne kemi karmat më të mëdha. Kemi ato karmat e pashëruara, kemi shumë cikle të cilat duhet t'i tërsojmë, duhet t'i shërojmë dhe duhet t'i transformojmë. Jo më kot një fëmijë e zgjedh për shembull një familje të caktuar, sepse në bazë të asaj familje që ne zgjedhim, nxjerrim ose duhet të shërojmë disa gjëra të cilat më përpara brezat e tjerë nuk i kanë shëruar. Zakonisht në çdo familje ndodh pjesa që femrat zgjohen më shpejt shpirtërisht, sepse janë më intuitive, janë më të ndjeshme dhe në pothuajse në çdo familje janë të parat femrat që zgjohen shpirtërisht, janë të parat femrat që vendosin të thyejnë një cikël. Por këtu nuk jam për të gjykuar, këtu jam për t'i dhënë dritë disa informacioneve, gjithmonë në nivelin spiritual, në nivelin energjetik. Nuk dua të fus shkencën ose nuk dua të fus filozofi apo gjithmonë sipas meje. Këtu dua të ndalem gjithmonë në nivelet energjetike. Kjo është fusha që unë domethënë kam studiuar, kjo është fusha të cilën unë e kam timen dhe këtu duhet të ndalem më shumë në këto pika. Tani, pyetja lind, pse kur kuptojmë energjinë, për shembull, shpeshherë nuk pranojmë më të manipulohemi, ose dua të them diçka jo për të gjykuar, por më shumë për të çliruar dhe më shumë për të nxjerrë ato konkluzione që ndoshta edhe vetë me vetën tonë i kemi përjetu ose disa ngjarje të cilat nuk janë as mira. Realisht ndarja, sidomos ndarja me familjarët, nuk është gjithmonë urrëtie. E para është vetë respekt dhe liria tjetrit. Nëse një person qoftë prindi, qoftë vllai, qoftë motra, kushdo qoftë që vendos në një pjesë të caktuar të jetës të vetë largohet, është e drejta gjithë secilit. Pra ne duhet jemi të kuptueshëm, duhet jemi gjithmonë bashkëpunues dhe duhet ja lëmë gjithmonë tjetrit rrugën e lirë.
Pse ndodh kjo? Sepse duke dashur që në mënyrë të pavetishme t'i kontrollojmë disa gjëra ose t'i mbajmë për vete disa gjëra në nivel energjetik, ne jo vetëm sabotojmë veten, por sabotojmë edhe tjetrin. Pra edhe të tjerët nuk i lëmë aq të lirë për të bërë zgjedhjen e tyre. Prandaj shpeshherë na duhet që domethënë disa marrëdhënie thjesht t'i lëmë që të largohen për të mbrojtur tjetrin, por për të mbrojtur edhe veten tonë. A është mirë për shembull nëse fëmia vendos të largohet, ose motra, ose vllai, ose nona, ose baba? E mirë nuk është, por nëse është zgjidhja e tjetrit, le të jetë zgjidhja e tjetrit. Respekt dhe faleminderit është pikërisht kështu. Po, Sirja. Dhe këtu duhet jemi shumë pranues. Në spiritualitet, si që thash, familja ka karmen më të madhe. Është ajo pjesa karmike ku ne jo vetëm që zgjedhim një familje, por zgjedhim edhe traumat për të cilat jemi në atë familje. Shpesh fëmijët i zgjedhin këto thjesht për të shëruar ose për të transformuar disa cikle jete. Për shembull, siç është dhuna, disa cikle siç lidhen me dhunën, me kontrollin, me turpin, me varfërin, me mosfaljen, me mospranimin, me ftofjen emocionale. Pra gjithmonë fëmia zgjedh këtë familje. Por nëse një familje nuk i ka shëru nga rënja këto ngjarje të jetës së tij, këto situata, gjithmonë do kalojnë nga brezi në brez. Pra, nxom shembull, nëse gjyshja nuk i ka shëru, do kaloj te nana. Nëse nana nuk i shëron, do kaloj tek ne. A bie një barë më shumë? Po, sa më shumë që kalojnë breza, bie, si thush, një barë ose një peshë më e madhe nga brezi në brez. Shpirti yt, ose shpirti jo në përgjithësi, erdhi për t'i shëruar këto cikle, për t'i ndaluar, për t'i transformuar. A mundemi ne t'i transformojmë? Sigurisht që po, secili nga ne mundet. E rëndësishme është që ne sot si njerëz të zgjohemi, dhe secili nga ne që jemi këtu dhe jemi zgjuar, po bëjmë një punë spirituale, do thotë që ne e kemi forcën, e kemi kontrollin, e kemi mençurinë dhe kemi pikërisht atë që na duhet për të rritur në një nivel. Pra, për t'i shëruar këto cikle, të cilat ndoshta jemi të thirrur që nga brezi i 7 ose i 13 ose i 15 jemi të thirrur, por duke kaluar nga brezi në brez dhe nuk janë shëruar, neve nuk na ngelen 3, por na ngelen 5, na ngelen 7, na ngelen 12 që si ka, përderisa jemi në këtë udhtim, përderisa po punojmë me veten, përderisa kemi arrit të njohim veten, do më thënë që ne kemi forcën. Pierina, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Qose keni venri në shumë familje, do më thënë shumë njerëz po zgjohen shpirtërisht, spiritualisht, po zgjohen dhe po fillojnë të transformojnë veten, dhe duke transformuar veten gjithmonë zgjedhin edhe personat e familjes, pra gjithçka shkon zinxhir. Nëse motra zgjohet, do marr pas vetes dhe motrën tjetër, ose nëse vllai zgjohet shpirtërisht, mund të marrë edhe vëllezërit e tjerë dhe motrat e tjera. Është e mrekullueshme nëse prindrit zgjohen, sepse prindrit, si thush, e këpusin një cikël para se të na vinë ne. Pra, këpusin një karmë shumë të fortë të cikleve karmike të cilat nuk e lanë që të na vinë ne. Okay? Është e jashtëzakonshme. Tani, dua të ndalem pak tek pjesa që të gjithë thojnë, okay, familja ka qenë më e bashkuar dikur, ka qenë më e mbrojtur dikur, ka qenë më ndryshe dikur. Zakonisht duhet të dini që jo shumë familje kanë ndejt me njëri tjetrin dhe kanë preferuar që të jenë një familje e madhe nga dashuria. Shumë familje dikur e kanë bërë vetëm nga frika ose nga turpi. Pra, janë dy frikat më të mëdha, të cilat nëse ne vazhdojmë t'i mbajmë për kohë të gjatë, janë si një burg i fshet, qoftë nga ana mendore, nga ana fizike, nga ana shpirtërore. Pra, vetvetiut duke patur frikë ose duke patur turp
që pse duhet largohen për shembull nga nëna, nga vllai, nga motra, etj, kanë preferuar që të mbajnë një familje të bashkuar. Okej? Dhe ndjenja e turpit na kalon brez pas brezi. Ndoshta ti sot nuk mund të kesh turp se si thosh mos largohesh nga familjarët e tu ose mos të arrish në një pikë ku ti të kundërshtosh, por mund të kesh turp vetë si individ. Pra, e keni parasysh kur ne themi ti bëjmë disa gjëra sepse duhet, jo sepse duam, por sepse duhet. Dhe sa herë që ne themi sepse duhet, do më thënë që këtu kemi fut ndjenjen e turpit. Pra, ne kemi turp, ndoshta të themi jo. Ne kemi turp, ti kthejmë fjalën prindit. Ne kemi turp, ti themi vllajt ose motrës që janë më të rritur që ne që nuk është puna ime. Por vendosim që shpeshherë të përfshihemi në këto situata dhe të vendosim veten më poshtë se të tjerët. Duhet të dini që të gjithë njerëzit që rriten shpirtërisht nuk largohen ma ose nuk preferojnë ma që të rrinë tek frika dhe tek turpi, por preferojnë të largohen, të marrin drejtimin e tyre thjesht sepse kanë vetë respekt. Nuk e kanë ma nevojë që të sakrifikohen në disa ciklet e tjera apo në disa tradita. Sepse sot duhet ta dini që nuk po pranohet ma manipulimi. Nuk po pranojmë ma kontrollin, që është shumë e rëndësishme. Pra nëse dikur prindrit u mundoshin që të na kontrollonin neve, qoftë me mësimet, qoftë me detyrat e shkollës, qoftë me shoqërinë etj, sot shumë shpirtra e kanë vetë kontrollin dhe nuk e preferojnë ma që të jenë të kontrolluar nga prindrit apo nga familjarët. Nuk po pranohet ma ndjenja e turpit, sepse shumë njerëz kur e kanë vetë kontrollin, vetë dashurinë, vetë stabilitetin, pra kanë kriju pavarësi emocionale, nuk duan t'ja dinë më nëse është turp apo jo, thjesht e bojnë dhe kaq. Nuk është respekt sot, ose nuk ka qenë as dikur, pavarësisht se na e kanë interpretuar, por nuk është respekt nëse ne vendosim të qëndrojmë në një familje të dhunshme ose të qëndrojmë në një familje ku kemi frikë. Ky nuk është respekt. Kjo është ajo pjesa ku ti t'ja fusësh vetës me grushta dhe mas 2 minutash thua jo, jam shumë mirë. Okej? Dua të ndalem pak, Pierina, faleminderit. Dua të ndalem pak edhe tek pjesa e dhunës, pra tek pjesa se si ne, si prindër, dhe këtu duhet përfshi edhe veten time, por edhe prindrit tanë, sepse vëllezërit vazhdojnë të sulmojnë motrat, ose motra motrën, pra gjithmonë fëmija i madh vendos që të kontrollojë më të voglin. Sepse në mënyrë të pakuptueshme, vëllezërit apo motrat të cilat janë më të rritur se ne marrin rolin e rojes së sistemit në thojza. Pse? Sepse rriten me idenë që janë polic. Në mendjen e tyre janë polic ose janë rojtar. Fillojnë të të kontrollojnë, të të gjykojnë, të të kërcenojnë, të të vendosin rregulla, sepse familja ja ka dhënë këtë rol. Pra, nëse në një familje gjithmonë vëllai i madh ose motra e madhe vendosin tek më i vogli të kenë kontroll, të kenë rolin e policit, të kërcenojnë, kjo është pjesa ose të dhunojnë qoftë fizikisht, qoftë emocionalisht, është pjesa ku prindrit ja kanë dhënë këtë rol, pra prindrit e lejojnë, duke qenë më i rritur, po ti ke drejt ta kontrollosh tjetrin sepse është më i vogël. Kjo gjë nuk duhet të ndodhë. E para sepse ai që është më i vogël gjithmonë do marr trauma më shumë, sepse
Ai thot, ok, unë po duroj nanën, po duroj babën, po tash i duroj vllajën ose motrën që është më i rritur, i duket domethënë më traumatike. I duket më traumatike sepse i duket që prindrit janë më të rëndësishëm dhe japin rëndësi më të madhe fëmijës që është më i rritur. Dhe nga dy prindër, ky fëmijë në mënyrë automatike dhe të pavetishëm i duket sikur është me 3 prindër ose me 4, pra varet sa vëllezër dhe motra kemi më të rritur. Prandaj vëllai ose motra nuk e mbron atë më të voglin duke kontrolluar. Përkundrazi, i krijon trauma gjithmonë dhe më të forta. I krijon atë pjesën e tij të paaftësisë, pra i duket sikur nuk është i aftë. Dhe pse ndodh që ky fëmia më i vogël zgjohet më shpejt shpirtërisht ose vendos që në një pikë të saktuar të largohet edhe komplet nga ajo familja? Sepse nuk duron ma manipulimin, nuk duron ma lodhjen mendore, lodhjen fizike, lodhjen shpirtërore. I duket sikur, siç e thash edhe më parë, nga 2 prindër sikur ju bën 3 ose 4. Dhe çfarë vendos në këtë pikë? Vendos më mirë që të largohet, të shkëputet nga kjo lidhje energjetike. Sa do e dhimbshme mund të jetë, ke shumë të ri dhe të reja që vendosin në një pikë të saktuar të ikin fare nga familja. Jo sepse duan, por sepse nuk durojnë dot. Siç e thash sot, shumë shpirtra kanë ardhur të zgjuar. Sepse vetvetiut, frekuencat e tokës, frekuencat e universit, zgjimi shpirtëror, po flitet më shumë, po dëgjojnë më shumë, po kërkojnë më shumë. Okej? Dhe këto janë gjëra të mrekullueshme sepse ky fëmijë tregon që para nuk është ma dhe nuk e ka ma nevojë qoftë mendore ose nevojë emocionale ose të ketë frikë apo turp që mos ta bëj një shkëputje. Gjithmonë duhet të dini që një mashkull i cili është rritur në një familje traumatike e ka sensin e kontrollit gjithmonë më të rritur. Sidomos kur bëhet puna për tek femrat, qoftë tek nana, qoftë tek motra, qoftë tek gruaja, qoftë tek e dashura. Pse? Meshkujt zakonisht din vetëm 2 role të kontrollit. Mënyra parë është ose të ulin, ose të kontrollojnë gjithmonë. Pra, vetëm në këto 2 pika meshkujt e ndjejnë sigurinë emocionale. Këto, siç e thash, nuk është se ndodh vetëm kundrejt partnerës ose kundrejt motrës. Zakonisht ndodh tek të gjitha femrat që ata vendosin të kenë në jetën e tyre. Qoftë nëna, qoftë motra, qoftë e dashura, qoftë gruaja, pra në gjithçka. Janë vetëm në këto 2 pika dhe gjithmonë preferojnë këto 2 lloj termash që t'i kenë dhe t'i zbatojnë, si thush, sepse u duket kjo pjesa sikur të kontrollosh diçka, u duket sikur, okay, kjo është e imja. Duhet të dini diçka, sepse një mashkull i cili po ta shikoj për shembull motrën, jo vetëm vllai motrën, por edhe babai motrën që zgjohet shpirtërisht, fillon të shërohet, fillon të bëhet e pavarur, fillon të vendos kufi të shëndetshëm, fillon të mos pranoj ma padrejtësitë, nëse keni vënë re, të gjithë si familje fillojnë të sulmojnë. Dhe sulme më të mëdha sot për sot, të gjithë ata që zgjohen shpirtërisht i marrin direkt nga familjarët e tyre. Pse? Sepse është pjesa karmike ku u duket sikur nuk kanë ma kontroll mbi te. U duket sikur diçka po shkëputet, u duket sikur ti je ndryshe. Sepse gjithmonë sulmohet ai që po shërohet, ai që është i shëruar, ai që ka arrit një stabilitet dhe ka arritur një pjekuri emocionale, një pjekuri të fortë mendore, gjithmonë fillon të sulmohet, sepse ka kriju këto shkëputjet e tija. Dhe prandaj ndodhin këto, rrësh më kujdes. Familja
e plagosur, një familje që ka plag mendore, plag shpirtërore. Gjithmonë vendos që të sulmoj tjetrin. Pra një familje shëruar të ndihmon që ti të shërohesh. Një familje që nuk është të shëruar gjithmonë tentoj të sabotoj. Fillon gjithmonë të sulmoj, të tregoj që nuk është rruga në të cilën ti duhet të ecësh, por duhet të jesh si të tjerët. Jo, në këtë botë të gjithë harrojnë që ne duhet jemi ndryshe. Nuk është faji im nëse prindë e mi, për shembull, janë mësu me dhunë, janë mësu me ngatresa, me grindje, me shamata, ndërsa unë sjell qetësinë. Jo, unë sjell qetësinë sepse unë e di çfarë rezonon me mua. Nuk është faji im nëse, për shembull, dikur shpesh kemi dëgjuar duke thënë që gratë dikur kanë përjetu dhe kanë duru edhe pse burri e ka rrafe diçka tjetër, ndërsa një gru sot nuk duron thjesht që ta ketë idenë që ti nuk e don, thjesht mendimi që ti nuk e don e trishton. Pra është krejt normale, nuk është normale që ti të durosh, por është normale nëse ti zgjedh më të mirën, nëse ti e shikon që diçka nuk po ecën siç duhet, nuk po funksionon sa duhet, zgjedh lirinë tënde. Secili shpirt në këtë dimension ka ardhur të jetë i lirë, ka ardhur të rizgjohet, ka ardhur të tjetërsohet, ka ardhur të shëroj veten, por jo të hecë në hapat e nënës, pse ka duru nona për shembull 3 drahma, po duroj unë 5. Jo, pse duhet kjo? Dhe këtu dua të ndalem tek pjesa e dhunës, pra pse shumë femra po dhunohen sot. Dhuna është frikë. Pra nëse duam që të ndalemi tek pjesa e dhunës, dhuna është frika më e madhe që njeriu ka dhe shpreh në këtë lloj mënyre sepse nuk din ta interpretoj, nuk din me ta thonë ndoshta prindit, ndoshta gjysherit, ndoshta motra, vllai që janë më të rritur, nuk din të ta thonë që unë kam frikë që do të humb, ose unë kam frikë që ti nuk do jesh një njeri i mirë, ose unë kam frikë që ti të gabosh, por gjithmonë preferojnë të rrafin. Dhuna vjen gjithmonë sidomos nga energjia femrore. Femrat zakonisht janë më intuitive. Femrat janë më të jashtëzakonshme, femrat japin jetë, femrat japin dritë, femrat janë guximtare. Pra nëse krahasojmë një femër me një mashkull, një femër është më ndjeshme, është më qiltur, i llogarit gjërat më saktë, sepse nuk e ka sa duhet anën logjike, ka gjithmonë ndjenjen. Dhe femrat gjithmonë flasin nëpërmes ndjenjes. Dhe çfarë bëjnë meshkujt? Duke patur gjithmonë frikë nga kjo ndjeshmëri, gjithmonë preferojnë që t'japin dhunë fizike. Sepse meshkujt e para kanë frikë nga liria. E dyta kanë frikë edhe nga seksualiteti i tyre. Pra janë shumë pak ato meshkuj që din ta pranojnë, ose ta thojnë, ose ta din seksualitetin e tyre më së pari, pastaj ta pranojnë tek të tjerët. Nëse keni vënë re, shumë meshkuj duan që edhe femrën ose të dashurën ta kenë për vete, por ta mbajnë fshet nga bota, deri në një farë pike. Pse? Sepse meshkujt shpeshherë kanë frikë edhe nga seksualiteti. Faleminderit ty parime. Meshkujt zakonisht, qofshin vëllezër, qofshin baballarët, qofshin shokët, partnerët e tjerë, kanë frikë edhe nga fuqia femrore. Sepse duke qenë femra krijuese, duke qenë femra një portë e jetës, gjithmonë mundohen që ta mbajnë pak poshtë, sepse femrat janë energji shëruese. Janë shumë të pakët ata meshkuj që vërtet arrin të kenë energjinë shëruese tek vetja.
din të hapin portat e jetës, janë shumë pak, për mos me thënë fare. Sinqerisht, mund të kem taku shumë femra të cilat punojnë me bioenergjinë, kanë energji shëruese, por meshkuj janë shumë pak. Sepse gjithmonë meshkujt janë mësuar duke e arritur deri në farë pikë nivelin e tyre dhe pastaj e lënë. Sepse gjithmonë për meshkujt rëndësi ka më shumë pjesa ekonomike se sa pjesa shpirtërore. Prandaj dhe meshkujt e plagosur, prandaj i sulmojnë femrat. Prandaj vendosin që edhe t'i bullizojnë, edhe t'i kontrollojnë, edhe t'i ulin. Tash po mbysin burrat e shtëpisë së jo Rut, nuk po them këtë, po ndalem tek pjesa se pse ndodh dhuna. Nuk po them që hajde bëjmë këtë katastrofën tjetër, se nuk jemi kamikaz, por po them se pse ndodhin, sepse në shoqërinë shqiptare, nëse keni vënë re, nuk po them në çdo familje, për të paktën 80% e familjeve tona shqiptare, ndoshta jo gjithmonë për një herë në jetë, secila femër e ka provu dhunën fizike flas. Ndoshta nga vllai, nga motra, nga nona, nga baba, nga gjyshja. Pra, na ka ndodhur një fazë e jetës që e kanë provu dhe e dinë se sa shumë dhe. Një burr i shëruar kur nuk dhunon. Një burr i plagosur gjithmonë mundohet të kontrollojë. Prandaj po them që shumë femra sot nuk është se po t'ishte okej, nëse shumë femra do dhunoheshin vetëm nga partneri, normalisht që do vendosnin të jepnin fund këtyre lidhjeve. Por shumë femra, siç e thash, dhunohen edhe nga vllai, edhe nga bashkëshortët, edhe nga vëllezërit ose motrat që janë më të rritur. Sepse mos harroni që në familje ka dhe vëllezër dhe motra të cilët ndjehen xhelos. Ndoshta nuk është mirë që ta themi, por duke njohur veten, unë dua ta them. Sepse siç e thash, traumat zakonisht kalojnë nga brezi në brez. Dhe gjithmonë prandaj e thash që në familja është si thosha rrania karmike. Është karma më e madhe që ne marrim mbi supe. Dhe çdo karmë që ne nuk e shërojmë, çdo karmë e kalojmë tek brezi tjetër. Dhe duhet të dini që dhuna nuk është se filloi tani ose e ka zanafillën tani. Dhuna zakonisht i ka rënjet më të thella, derisa ka arritur domethënë në këto pika dhe në këto përgjithësi. Është shumë normale që disa fëmijë, siç e thash, vendosin të largohen nga prindrit. Nëse keni vënë re, shumë fëmijë vendosin të largohen nga prindrit, ndoshta edhe mos të flasin më kurrë, sepse arsye 90% e kësaj arsye është kontrolli dhe manipulimi. Nëse ne vendosim që ky është fëmia im dhe ky fëmijë duhet të më dëgjojë mua sepse unë jam prindi. Pse? Ky është kontroll. Ky është ajo pjesa që ti mundosh ta kontrollosh. Nëse ti vendos që këtij fëmijës gjithmonë ti vesh faj, ti japësh dhunë emocionale, mos ta pranosh siç duhet, pra me gjithë qenien e ti, mos t'jesh prezent në jetën e ti, të jesh një prind i cili nuk kërkon falje kurrë. Mos mendoni që ne si prindër jemi shembullor. Ndoshta ne gabojmë edhe më shumë se sa fëmijët. E thash edhe më lart, çdo fëmijë që vjen në jetën tonë vjen për të thyer një cikël karmik.
Nëse keni vënë në re, brezi i ri nuk e pranon ma dashurinë me kushte. Nuk e pranon ma manipulimin. Dhe duhet ta dini që kjo është gjaja më e rëndësishme që ne mund t'u japim fëmijëve tanë. Asnjë fëmijë sot nuk thot unë të dua sepse ti je prindi im. Por nëse ai nuk e ndjen që ti vërtet e don, që ti vërtet je prezent në jetën e tij, asnjëherë nuk ta thot. Vendos të largoj emocionalisht, të qëndroj në vetminë e tij, të dëgjoj deri në një farë pike, derisa të marr kontrollin mbi jetën e tij, por vjen një ditë ku largohet, përveç se shkëputet emocionalisht, vendos të shkëputet edhe fizikisht. Ka prindër që thojnë, okej, unë jam prindi, ai duhet më respektoj, por pse? Pse duhet të të respektoj ky fëmijë? Sepse ti po mundosh ta manipulosh? Sepse ti po mundosh ta kontrollosh atë si fëmijë? Duhet të dini që respekti nuk është një titull. Sepse po t'ishte një titull, secili nga ne do pote një frazë dhe do e shkrunim diku në mur apo do e vendosim në ballë, të themi që okej, ky është respekt për mua. Respekti fitohet vetëm me dashuri. Respekti fitohet vetëm duke qenë ne të sinqertë dhe duke ditë se çka japim fëmijës tanë. Nëse ne mësojmë disa fëmijë thjesht të rriten, të kontrollojnë vëllezërit e tyre, motrat e tyre, nuk kemi bërë asgjë. Përveç se kemi rrit një individ i cili nuk jeton dot pa ndjenjen e kontrollit, i cili mundohet me do e mos të fitojë ndjenjen e kontrollit. Dhe e keqja është që nuk do e bëj vetëm në një moshë të caktuar, por do e bëj gjithë jetën. Sa do femra të mira të takojnë në jetë, nëse ai e humb ndjenjen e kontrollit dhe nuk është i Zoti ta kontrollojë një femër, ai vendos të largohet nga ajo, ose vendos që ta dhunoj fizikisht. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Pastaj shumë fëmijë kanë vendosur të largohen nga familjet e tyre sepse ndoshta janë ndjen në faj. Në sa familje ndodh që një gabim mund ta bëjë një fëmijë tjetër, për shembull, dhe ne akuzojmë një tjetër, jo sepse e bëjmë me qëllim, por ndoshta ja kemi pak më shumë hatrin tjetrit, dhe që ai mos ndihet keq, akuzojmë tjetrin, dhe çfarë ndodh? Fëmia në mënyrë automatike fillon ta kthejë në traumë, sepse i duket si mungesë respekti. Pra nuk i jepet ajo çka ai meriton, nuk i jepet ai roli i tij i mirëseardhjes. Nëse ne kemi vendosur kufi, është gjë e mrekullueshme dhe kufit duhet të ndodhin qofshin me fëmijët tanë, qofshin me prindrit, qofshin me vëllezërit dhe me motrat. Kur e kam fjalën për kufi, nuk them që duhet t'i presim gjërat me thik, por duhet të tregojmë që e para ne kemi vetë kontroll mbi veten tonë, kemi vetë respekt dhe përmes këtyre kufive duhet që tjetri të respektoj çka është e jotja, çka je ti. Okej? Më parë fëmijët s'kan dalë nga shtëpia, por kjo tash po ndodh. Në rije po, sepse dikur mos harroni që prindrit kanë qenë shumë kontrollues. Nëse jemi rrit në lagje dhe besoj se cili nga ne ka përjetuar këtë pjesë, edhe nëse na rrifte një kushëri, ose kemi qenë komplet në drejt, thjesht na ka fut në shpull, çka ka ndodhur? Kur ne kemi shku dhe i kemi thënë familjarëve tanë që okej, filani më ka gjujt, po sepse ke bo diçka gabim, thoshte. Dhe këtu do më thënë është pjesa që fëmijët dikur janë rrit me dhunë dhe një dhunuar gjithmonë do kërkoj të dhunoj, në një mënyrë apo në një tjetër do e nxjerr vetveten, do filloj të manipuloj më shumë, të kontrolloj më shumë, të sabotoj më shumë. Pse? Sepse është rritur në një familje të tillë. Duhet të dini diçka, gjithmonë ndarja, nëse ne vendosim të ndahemi,
nga dikush nuk është urrejtje. Ndarja është mbrojtje, qoftë për ne, qoftë për të tjerët. Ku po shkojmë, po mendojmë se ku po shkojnë, po mendojnë se shoqëria do t'i dojë. Atëherë, Nuria, familja të mbron për aq kohë sa vendos që ti të jesh i lirë. Një fëmijë ti mund ta mbash deri në një farë moshe, për shembull deri në moshën 18 vjeç. Okej? Deri në moshën 18 vjeç ti në mënyrë të pavetishme ke mundësi ta kontrollosh, ke mundësi ta manipulosh, ke mundësi ta tjetërsosh, ke mundësi të japësh mendime në anën e tjetrën. Por mos harro që në moshën 18 vjeç, sapo ai të shkëputet, do kaloj prap tek droga nëse ai do të eksploroj me veten e tij. Gjithmonë duhet të dini që fëmijët nganjëherë edhe të shikoni nëse është një shpirt i vjetër apo një shpirt i ri. Nëse është një shpirt i ri, gjithmonë ka dëshirë të eksploroj. Duhet të dini që respekti nuk është frikë, respekti është dashuri. Dashuria me kushte prap nuk është dashuri, është kontroll. Nëse ne vendosim që t'i vëmë kushte për shembull fëmijës, nëse ti do bësh detyrat mirë, unë do të shpërblej me këtë, ose nëse ti nuk e bë këtë, unë nuk të jap këtë. Mua më ka dalë kur ka qenë 17 vjeç, shumë bukur. Lëre që fëmia jot të ta di vlerën dhe të jetë sa më i lirë, të jetë sa më i gatshëm që të përballet me gjërat e tija. Në të njëjtën moshë kam vendosur edhe unë që të braktis, më thojsa, familjen time, pra në moshën 17 vjeç. Dhe sinqerisht, nëse për shembull familja ime do më kishtë mbajtur edhe më shumë, normalisht shumë mësime, duke ditur herë që tek pjesa e familjes sa vlera ka, çfarë është familja, që tek pjesa ekonomike, që tek pjesa shoqërisë, ndoshta nuk do i kisha më sigur. Lëre, sepse nëse a dini një shprehje që përdorin në Kosovë që më pëlqen shumë. Kur njani ra nga dardha, tha, vetëm ai që ka ra nga dardha, tha, le të vinë të më ngushëlloj, sepse ai ma din. Okej? Pra është e njëjta gjë. Nëse një fëmijë nuk përballet me disa ide, me disa shoqëri, me disa gjana, me disa qoshin edhe tradhti në thojza ose mbrapa shpine, siç i themi ne, nuk do rritet kurrë. Nuk do rritet sepse ti nuk po e lejon, ti nuk po jep mundësinë. Është më mirë që fëmia në moshën 17 vjeç apo 18 vjeç ti përjetoj disa humbje, disa disfata, sesa ti përjetoj në moshën 30 vjeç. Pse? Sepse kur është në moshën 30 vjeç i koncepton ndrysh gjërat. Edhe traumat janë më të vështira, sepse nuk i ka marrë mësimet. Ndërsa i kur i përballon moshën 17 vjeç, 18 vjeç, 20 vjeç, i përballon si diçka kalimtare. Familja e mirë apo e keqe është mësim për ne, lumën që i kemi. Eda, po, është shumë e vërtet. Ne, duke qenë sidomos ne që jemi në këtë udhtim njerë, duhet jemi shumë falendërues për çdo mësim që kemi marrë nga ajo familje. Për çdo mësim të cilin na e kanë dhënë, qoftë pozitiv apo negativ, duhet jemi shumë falendërues që jemi ne ato shpirta të cilat po këpusim këto ciklet e jetës, jemi ne ato të zgjedhurit që po vendosim kufi të shëndetshëm, po vendosim të jemi këtu, të punojmë për veten, të rrisim vetdijen, gjithashtu të rrisim edhe familjarët, ata që ka janë gati. Okay.
Okej, nëse ka ndonjë pyetje, do vendos t'i përgjigjem. Takimi i radhës do jetë të dielën dua të vazhdoj pak më shumë, sepse dua të flas edhe se si ndikojnë zakonet, ose si ka ndikuar tek breza më përpara nesh, si ka ndikuar tek ne dhe si ndikojnë nëse ne vazhdojmë t'ja interpretojmë fëmijëve tanë. Dua të ndalem pak tek pjesa e zakoneve, traditave, si ka ndikuar tek prindrit tanë, tek ne dhe tek fëmijët tanë. Kështu që takimin e radhës do jetë prapë, sepse është shumë e rëndësishme, kjo pjesa familjare është paksa edhe delikate, por është edhe mrekullueshme, sepse përmes familjes, siç e thash, ne kemi marrë mësime të jashtëzakonshme, kemi kuptuar veten më shumë, kemi rritur veten më shumë, kemi ndalë disa cikle që janë shumë të rëndësishme, pra kjo tregon forcën tonë. Nga secili familjar marr mësim, sepse secili është unik, po Mukadez është shumë e vërtetë, është shumë e vërtetë, sepse secili na jep diçka. Shumë faleminderit e dashur Sara, limoz të dua. Faleminderit ty. Okej, nëse ka pyetje të tjera në rregull, nëse nuk ka, do vazhdojmë me meditimin. Pra, sot kemi shërimin e linjës familjare. Okej, si dëgjohet muzika, ju lutem. Si mund ta thyesh ciklin? Atëherë, e thash rrud, por gjithsesi po ta them shumë. Atëherë, e para që duhet të bëjmë për të thyer një cikël është të rrisim veten sa më shumë. Sa më shumë që ne rritemi në energji, aq më shumë ciklet karmike vazhdojnë të bien vetvetiut. Pra, nëse ti ose dikush tjetër është rritur, pra këtë po e them për shembull, nëse është rritur në një familje ku për shembull ka patur dhunë fizike, kam fjalën, dhe nëse ne vendosim ta ndalojmë këtë pjesë, e vetmja gjë që duhet të bëjmë është që ne mos ta pranojmë më, pra të vendosim disa kufi të shëndetshëm. Ky është trupi im, kjo jam unë, ky është mendimi im, nëse të pëlqen ta pranosh, okej, nëse nuk të pëlqen, njëri nga ne duhet shkëputet. Ose vendos ti që të ndalosh këtë dhunë, ose ti vendos që ta pranosh. Nëse ti e pranon që të transmetohet, të vazhdoj, të kaloj nga brezi në brez. Nëse ti vendos të heqësh dorë dhe mos ta pranosh më, aty ti e ke ndalë këtë cikël. Naxha, faleminderit ty, Mukadez. Mukadezi thotë shumë mirë muzika, okej, ta lejmë kaq. Adea, faleminderit ty, Adea dhe Sara, wow. Pas ka emrin tim, faleminderit ty, jam shumë e lumtur që jeni këtu. Si që thash sonte, meditimi do jetë shumë i fortë, do jetë një meditim shumë i mrekullueshëm, por edhe i gjatë. Okej, muzika, Mukadezi më tha që është mirë. Rut, si të duket ty, ta ngrim, ta ulim, ta lejmë. Shtrira, po. Nëse dëshironi mund të shtriheni, ose të rrini këmbë kryq, pra është e drejta juaj, është pëlqimi juaj. Okej, vazhdojmë me meditimin. Gjeni një vend të rehatshëm. Nëse dëshironi që të ndryshoni pozicionin
mund ta bëni tani. Pra ky është shërimi I linjës familjare, çlirimi nga përçarjet, dhimbjet dhe kontrolli. Mbyllim syt, mbyllni syt thellë dhe merrni frymë thellë ngadalë. Nxirre frymën. Merr edhe një frymarrje tjetër dhe lëshoje ngadalë. Tani vetëm dëgjo zërin tim. Në këtë momente jeni të sigurt, të mbrojtur. Kujtoja vetes që ti je në një hapësirë të shejtë. Sot dëshiroj që të shërojmë diçka që shumë njerëz e mbajnë në zemër, por nuk e flasin kurrë. Fokusohu tek trupi yt. Dërgoje vëmendjen tënde në këmbë dhe lejo që këmbët e tua të relaksohen. Ndjej gjunjët. Edhe gjunjët po fillojnë që të relaksohen. Ndjej kofshët. Edhe kofshët dalë nga dalë fillojnë të relaksohen. Ndjeje barkun. Dhe lësho çdo tension që mban aty. Veshgoje se si barku yt relaksohet. Dërgoje vëmendjen tënde tek shpina dhe shikoje se si ajo po relaksohet. Dërgoje vëmendjen tek shpatullat. Dhe dal nga dal shpatullat e tua relaksohen. Dërgoje vëmendjen tek qafa. Dhe qafa jote dal nga dal relaksohet. Lejoje që nofulla të relaksohet. Relakso fytyrën. Dhe kujtoja vetes që ti je gati të shërohesh. Je gati të shlirohesh. Je gati të lirosh çdo dhimbje që nuk është e jotja. Tani, imagjino një dritë të bardhë të pastër, e cila zbret nga qielli. Dhe kjo dritë prek majën e kokës tënde dhe fillon të rrjedh brenda trupit.
në të gjithë trupin tënd, në ballë, në sy, në fyt, në zemër, në bark, në këmbët e tua. E mbulon të gjithë trupin kjo dritë. Kjo dritë është shëruese. Dhe në këtë moment kërkoj që energjia hyjnore, që shërimi, që e vërteta të zbres tek secili nga ju. Tani, imagjino përpara teje një derë. Mund të jetë dera e shtëpisë ku jeni rritur. Apo një derë e cila të lidh me energjinë e familjes tënde. Sepse kjo derë është porta e energjisë e familjes. Hape ngadalë dhe hyr brenda. Pas kësaj dere janë kujtimet, fjalët, lëndimet, heshtja, përqarjet dhe dhimbja. Por ti sot nuk shkon atje për të vuajtur. Ti shkon atje për të shëruar. Tani, imagjino një hapësirë të madhe, si një fushë të gjelbër, ose një tempull drite. Mund të imagjinosh cilën të kesh më lehtë. Dhe përpara teje shfaqet energjia e familjes tënde. Energjia e të gjithë pjesëtarëve të familjes. Mund të shikosh prindërit, të dy së bashku, ose veç e veç. Mund të shikosh vëllezërit, motrat, gjyshërit, paraardhësit. Dhe ti thjesht i shikon. Pa i gjykuar dhe pa faj. Vetëm shiko energjinë. Energjinë që këto njerëz të japin. Shikoje se cilin në mënyrë vizuale, pa e gjykuar, por me kujdes, veshko energjinë e tyre.
Shiko cili është i ftohtë. Pra energjia e tij ose saj është e ftohtë. Shiko kush është i largët ose e ndjen të largët. Shiko kush është i zemëruar. Shiko kush është i lënduar. Dhe mos u frikso, sepse sot ti nuk je fëmijë i vogël, ti je shpirt i zgjuar. Nëse ke një vëlla ose një motër ose prindrit apo gjyshërit me të cilët ti nuk flet, sille në mendje fytyrën e tij apo të saj dhe ndjeje. Veshgoje veten se çfarë po ndjen. Ndoshta mund të ndjesh zemërim, trishtim, zhgënjim, frikë, ndjesi pa drejtësia. Lejoje tani që të dalë nga ty. Kujtoja vetës që ti nuk mund të mbash urrejtja. Kujtoja vetës që ti nuk mund të mbash barë dhe ktheje tek vetja paqen. Ktheja vetës dashurinë dhe shiko energjinë mes jush. Imagjino një litar energjie mes zemrës tënde dhe zemrës atij personi. Ky litar mund të jetë i errët, i rënd, i lidhur me nyje, i mbushur me fjalë të pathëna. Ti vetëm bëu vëzhgues, pa e gjykuar. Dhe në këtë moment, unë po të ndihmoj, duke të dhënë një shpatë drita, ku ti mund të presësh çdo lidhje toksike, të lirosh kontrollin
Dhe sa herë që unë të them prej, ti bëu gati që ta bësh. Në këtë moment, unë të them të presësh çdo lidhje toksike në jetën tënde. Në këtë moment unë të them të presësh ndjenjen e fajit. Në këtë moment unë të them të lirosh dhimbjen dhe ta presësh atë. Dhe të kthesh tek vetja vetëm dashurinë. Tani bëu vëzhguesi mirë dhe shiko çfarë ndodhi. Mbase mund të ndjesh lehtësim, mbase ndjen lot, mbase ndjen boshllëk. Çfarëdo që mund të ndjesh është shërim. Tani, sill në mendje femrat e familjes tënde. Nënën, gjyshen, hallat, tezet, motrat, të gjitha gratë e fisit. Dhe shiko sa prej tyre kanë mbajtur dhimbje, heshtje, frikë, turp, nën shtrim, lot të paderdhura. Dhe dëgjoj këto. Femrat në këtë botë kanë qenë të plagosura për shekuj më radhë. Dhe kjo plag ka kaluar edhe në familjen tënde. Por sot, ti je këtu për të shëruar. Shikoje dhe pranoje këtë dhimbje dhe çliroje nga vetja. Lejoje që të çlirohet, që mos ta trashëgosh më. Tani imagjino përballë teje një dritë të artë, e cila zbret mbi të gjitha femrat e fisit. Dhe kjo dritë e mbështjell si një mantel hyjnor. E mbështjell se cilën femër që ti ke përballë vetës. Dhe ti mund t'i shikosh ato duke qajtë. Jo nga dhimbja, por nga çlirimi që po ndjejnë. Nga emocioni dhe dashuria që ti po i shëron dhe po lejon
që të gjitha femrat e fisit të shërohen. Tani sill në mendje prindërit e tu, edhe nëse nuk janë më në këtë botë, thjesht kujtoj në këtë moment. Shiko çfarë dhimbje të kanë dhënë, çfarë nuk të kanë thënë, çfarë të kanë mohuar, çfarë të kanë kontrolluar, çfarë kanë ditur të bëjnë me ty. Dhe falenderoj. Falenderoj për gjithçka që kanë bërë për ty. Falenderoj për detyrat që i kanë bërë për ty. Dhe mund të thuash me zë ose me mendje, unë zgjedh shërimin. Unë zgjedh shërimin. Unë zgjedh shërimin. Tani imagjino se përpara prindërve të tu vendoset një kufi drite. Një mur drite. Ky mur është vetë respekti, vetë dashuria. Dhe mund t'ju thuash prindërve të tu, unë ju dua, ju falenderoj dhe ju bekoj. Tani shiko para ardhësit e tu, ata që kanë jetuar para teje, ata që kanë vuajtur, ata që kanë heshtur, ata që mund të kenë bërë gabime, dhe mund të thuash, unë ju fal, unë ju çliroj, unë marr vetëm bekimin, unë marr vetëm dashurinë. Dhe imagjino një lumë drite, i cili kalon nëpër të gjithë familjen tënde dhe pemën tënde familjare. Nga rënjët, tek degët, tek fëmijët, tek nipat dhe mbesat, tek brezat e arshëm. Dhe ky lumë drite fillon të pastroj dhunën, kontrollin, turpin, xhelozin, tradhtin, fjalet e rënda, mallkimet energjitike. Dhe ky lumë i kthen të gjitha tek ju në paqe, dashuri, mirëkuptim, liri dhe respekt.
tek zemra jote. Vendos dorën në zemër. Dhe kujtoja vetës që ti je i e lirë. Jeni të mbrojtur. Jeni të shëruar. Ti sa po shërove të gjithë linjën tënde familjare. Dhe tani, imagjino një dritë rreth trupit tënd. Është një flusk drite, e cila të mbron. Dhe kjo dritë do të qëndrojë me ty, edhe kur të hapësh syt. Merr frymëthellë, liroje ngadalë, dhe kur të ndjeni gati mund t'i hapni syt. Gerta, ishe këtu ti? Grazie, Ruth. Gjithmonë kujtojeni vetës, ju nuk jeni këtu për të përsëritur një cikël të familjes, por jeni për të shëruar. Dhe sa më shpesh ju ta pranoni dhe ta kuptoni këtë pjesë, aq më shumë e vetëshëroni veten. Gerta, faleminderit shumë faleminderit. Meditim shumë i fuqishëm, faleminderit shumë e dashur Sara. Pirina, faleminderit ty drejt. Nurie, faleminderit. Atëherë, siç e tham, si shtrëngim në lukth e fuqia personale, sepse nëse e keni vënë re, kemi vazhduar me të gjithë brezat, me prindërit, me femrat, dhe normalisht Mukades tek është fuqia personale. Pra, imagjino edhe sa femra në familjen tënde nuk e kanë ndije fuqinë e tyre, nuk e kanë ndije fuqinë personale, fuqinë e tyre. Sara, mund të herën tjetër të flasësh edhe për përçarjen në familje. Faktikisht rrot nëse e vune re, ky live ishte te kjo pjesë, pra përçarjet familjare, pse ndodhin sipas spiritualitetit. Por tek live-i tjetër, nëse dëshiron të ma specifikosh, pra në çfarë fushë të futen më shumë, tek cila jeni më shumë të interesuar, për shembull tek prindrit, tek fëmijët,
vlezërit, motrat, sepse paka shumë ne i prekem sonte, pra pse janë të dhunuara më shumë femrat në familje, pse disa familje zgjedhin të largohen nga prindrit e tjerë. Sara, faleminderit për meditimin, faleminderit ty Mukades. Gana, faleminderit shpirt, faleminderit o zëri jot më bën të flej gjumë, perfekt. Kjo është ajo pjesa ku ti relaksohesh komplet dhe ja lëshon komplet energjinë tënde në universit. Faleminderit për meditimin, Adea, faleminderit ty. Atëherë, takimi i radhës do jetë të dielën, ku do flasim më shumë, duhet të përqendrohen si kanë ndikuar zakonat, si kanë ndikuar traditat tek ne, tek brezi para nesh, pra tek prindërit, dhe gjithashtu si kanë ardhur tek ne. A ishte vetëm për njerëzit e fisit të gjallë, apo edhe për ata që kanë ndërruar jetë? Zakonisht i muzhaku, nuk të di emrin, por kështu po të përgjigjem, është për të gjithë, pra është edhe për gjallët, edhe për ata që kanë ndërruar jetë. Sepse fisin, normalisht që po të hymë tek brezi 3, brezi 4, ne nuk e dim që aftyra mund të kenë pasur. Zakonisht, deri tek gjyshërit, e mbaj mend, por jo më gjatë. Kështu që është edhe për ata që kanë ndërruar jetë, po, zakonisht mund bëhet. Thjesht mjafton për shembull që të përqendroheni. Pra, nëse ju mund të vizualizoni gjithmonë në një meditim i cili është edhe për brezat, mund të vizualizoni, për shembull, paka shumë duke mbajtur mend babain, mund të vizualizosh për shembull 7 femra të fisit, ose 7 burra të fisit, pra nuk është e nevojshme që ti mbash mend emrat apo kujtimet apo diçka, thjesht e vizualizon, domethënë 7 burra, 7 gra, që këto janë ato të fisit. Okej. Saron, kur po meditoj, nënën, gjyshet, syt mu mbushen me lot dhe më kapi ankth sikur mu zu fryma. Suzana, po, sepse imagjino sa femra nuk, përveç se nuk u është dëgjuar fjala, por edhe u është ndaluar. Mirë njohje pa fund. Shumë faleminderit, mirë njohje dhe për ty që i këtu. A mundesh të dielën me hy ma vonë në live se çka i përkasin fesë islame? Hym të njëjtën në muajin e Ramazanit dhe mos të jemi në presion të kohës, shkaku dhe namazi. Jam shumë e lumtur, agjerim të shenjtë dhe të pranuar nga krijuesi i gjithësisë. Jam shumë e lumtur njerë, sepse është një muaj i mrekullueshëm dhe jam shumë pro agjerimit. Do mundohem ta bëj në orën 9. Vetëm për ty, Adja. E mrekullueshme, fantastike, si gjithmonë, faleminderit shumë si gjithmonë. Pierina, jam shumë e lumtur dhe të falenderoj pafund. Atëherë takimin e radhës do e lëm në orën 9. Vetëm për Adjan. Goca, gra, quna, burra, kushdo që keni qenë këtu, ju falenderoj përzemërsisht. Ju dua fort të gjithëve. Për ata që hynë muajin e shenjtë të Ramazanit, qofti pranuar për secilin nga ju. Agjerim të lehtë, bekim edhe shumë dashuri për secilin nga ju. Dhe takimi i radhës, siç e tham, është të dielën. Shumë faleminderit, Zoti të bekov dhe ty dhe secilin nga ata persona që është këtu. Mirjeta, faleminderit ty. Atëherë, ju dua fort të gjithëve, natën e mirë,
dëgjojmë të dielën dhe sa më shumë dashuri. Kujtojeni gjithmonë vetës që ju jeni krijimi më i mrekullueshëm që krijuesi mund të kishte bërë. Pra, ne jemi versioni më i mirë i Zotit që Zoti dëshiron të përjetoj edhe emocionet e ndryshme. Ju dua fort, natën e mirë dhe gjumë të ëmbël. Më ka des natën.